Një ditë pasi bëri ndryshimet forta në kabinetin qeveritar, kryeministri Edi Rama e mblodhi këtë të fundit tashmë të riformatuar në ambientet e kryeministrisë ditën e sotme. Pas ndryshimeve në 7 poste kyçe, Rama i mblodhi sot ministrat në godinën qeveritare, por ata që u shkarkuan një ditë më parë prej tij nuk morën pjesë, përfshirë Belinda Ballukun, Elisa Spiropalin dhe Piro Vëngun. Ndërkohë, mediat e huaja i kanë bërë jehon ndryshimeve në kabinetin qeveritar, duke paralajmëruar këtë të fundit se Bashkimi Evropian është duke monitoruar me kujdes dosjet e korrupsionit në Shqipëri. Kujtojmë se Albana Koçiu është emëruar zëvendës kryeministre duke zënë pozicionin e Belinda Ballukut, ndërkohë Elisa Spiropali është larguar nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dhe është zëvendësuar me Ferit Hoxhën. Piro Vëngu u largua nga mbrojtja dhe postin e tij e mori Ermal Nufi, ndërkohë Enea Karakuçi u emërua ministri i infrastrukturës dhe energjetikës duke zëvendësuar Belinda Ballukun. Besfort Lamallari nga drejtësia kaloi në Ministrinë e Brendshme, aty ku ishte Albana Koçiu më herët. Toni Gogu merr Ministrinë e Drejtësisë që mbante Lamallari, ndërsa Eriona Ismaili u zgjodh nga Rama si ministre për marrëdhëniet me parlamentin duke zëvendësuar Gogun. Pasi Edi Rama e shkarkoi në mënyrë të beft nga posti i ministres për Europën dhe Punët e Jashtme një ditë më parë, Elisa Spiropali reagoi sot publikisht, duke e cilësuar përfundimin e mandatit si mbyllje të një funksioni, jo të angazhimit të saj politik. Ajo falenderoi Partinë Socialiste dhe kryeministrin për besimin e dhënë dhe theksoi se integrimi evropian dhe forca e shtetit të së drejtës mbeten busulla e punës së saj. Spiropali theksoi se pozicionet janë kalimtare, por gjurma që lë një individ në jetën publike është zgjedhje e vetëdijshme. Përmes mesazhit ajo nënvizoi se nuk largohet nga politika dhe do të vazhdojë të kontribuojë për shtetin, institucionet dhe vlerat europiane, duke respektuar dinjitetin personal dhe publik. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi reagoi sot pas riorganizimit të qeverisë Rama, duke theksuar se disa shkarkime i ka ditur që para një jave. Një javë më parë paralajmëruam në parlament ndryshimet në qeveri. Jo se hedhim falla apo shohim filxhan, por ata që rrethojnë Ramën flasin aty ku duhet her pas here. Por edhe pa këta, faktet tregojnë se Edi Rama po ushtron detyrën e zëvendësit të avokatit, por jo të kryeministrit. Emrimi i rrethit të ngushtë të Belinda Ballukut në postet e mbajtura prej saj provon se Edi Rama nuk është më një kryeministër i lirë. Ai thjesht zbaton urdhrat e të pandeurës Belinda Ballukut, sepse është e qartë se Edi Rama është në krye të sistemit të korruptuar që është ngritur në Shqipëri, thot Bardhi në reagimin e tij. Ditën e sotme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dorëzuan sistemet raketore kundër tanke Javelin në komandën e forcës toksore në Zallher. Këto sisteme Fire and Forget janë të avancuara, të bartshme dhe mund të shkatrojnë mjete të blinduara, bunker dhe objektiv të tjerë, duke operuar ditë e natë dhe duke rritur mbijetesën e operatorëve. Ministri i Mbrojtjes në largim Piro Vëngu theksoi se ky investim nuk synon sulme, por mbrojtje dhe sigurim të vendit. Ai vuri në dukje se mbrojtja nuk është luks, por një kusht ekzistente për shtetin dhe procesin e integrimit evropian dhe falenderoi partnerët amerikan për mbështetjen. Me këtë aktivitet, Piro Vëngu i dha sot lamtumirën Ministrisë së Mbrojtjes, pasi u zëvendësua një ditë më parë nga Ermal Nufi. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kritikuar projekt ligjin për porte turistike, duke e cilësuar si problematik dhe të dëmshëm për interesin publik. Sipas saj, ndryshimet ligjore synojnë t'i kalojnë portet publike klientëve të qeverisë, duke cënuar parimin e konkurrencës së lirë dhe barazim për operatorët ekonomik. Zhupa theksoi se ligji prek edhe çështje të sigurisë kombëtare dhe nuk duhet modifikuar për të krijuar lehtësira për oligarkët e lidhur me kryeministrin Rama. Ajo gjithashtu kritikoi firmëtarët e ligjit, duke thënë se disa prej tyre nuk e dinin përmbajtjen e tij, dhe nënvizoi se një veprim i tillë rrezikon lirinë ekonomike dhe pasurinë publike. Presidenti Bajram Bega i zhvilloi një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut dhe u takua me homologen Gordana Siljanovska-Davkova. Në qendër të bisedës ishin marrëdhënie dypalshe, bashkëpunimi ekonomik dhe procesi i integrimit evropian. Bega i vlerësoi raportet mes dy vendeve dhe nënvizoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit politik dhe ekonomik, duke përmendur projekte konkrete si njohja e diplomave, lehtësimin e procedurave doganore dhe bashkëpunimin në korridorin 8 si simbol të sigurisë evropiane. Presidenti shqiptar u ndal gjithashtu tek pozita e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit është thelbësor për një shoqëri multietnike dhe për avancimin e vendit drejt BE-s. Ai vlerësoi rolin konstruktiv të shqiptarëve në procesin e integrimit dhe nënvizoi se të gjithë qytetarët duhet të trajtohen si të barabartë, pavarësisht nga etnia apo bindjet politike. Në përfundim të vizitës, Bega i bëri një ftesë zyrtare homologes maqedonase për një vizitë në Tiranë, duke synuar forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale dhe projekteve të përbashkëta ekonomike.
Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Lezhës, ku miratua rritja e pagave për punonjësit me pagë minimale, u shoqërua me debate të forta për administratën vendore. Donika Ndoj nga Partia Demokratike akuzoi se disa punonjës kanë arritur moshën e pensionit dhe vijojnë të paguhen, si edhe ka punonjës fiktiv që marrin paga pa punuar. Kryebashkiaku pranoi se disa raste të veçanta janë mbajtur për mungesë specialistësh, por mohoi kategorikisht çdo pagë fiktive, duke theksuar zero tolerancë për punonjës që nuk shërbejnë në punë. Rritja e pagave, pjesë e indeksimit qeverisë, varion nga 10 deri në 15.000 lekë të rinj, duke përfshirë punonjësit me paga minimale dhe duke synuar mbështetjen e stafit administrativ në Lezhë. SPA ka sekuestruar dosjen e tenderit për projektin e Porto Romanos, një investim me vlerë rreth 400 milion euro. Dokumentacioni u mor nga ambientet e autoritetit portual Durrës, ku administrohej procedura e prokurimit. Tenderi u zhvillua në 2 etapa, para kualifikimi dhe kualifikimi. Gjatë fazës së parë u skualifikuar një kompani holandeze, ndërsa në fazën përmbyllëse mbeti vetëm një ofertë financiare nga një kompani greke. Hetimi i SPA ka për qëllim të verifikojë respektimin e ligjit dhe konkurrencës së ndershme gjatë tenderit. Autoriteti portual Durrës nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar për sekuestrimin e dosjes. Gjykata e posaçme vendosi të kthejë për plotësim hetimesh dosjen e njohur si ajo e mikrokredive, duke mos e kaluar për gjykim në këtë fazë. Gjyqtarja Flojera Davidi i dha prokurorit të SPA-kut Edvin Kondili një afat 5 mujor për të përfunduar hetimet. Çështja përfshin 27 të pandehur të akuzuar për mashtrim me pasoja të rënda si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Sipas SPA-kut, ata dyshohet se kanë zhvatur rreth 36 milion euro dhe 1700 prona nga rreth 17.000 qytetarë gjatë 9 viteve. Drejtues të grupit janë identifikuar Elda Ibro dhe Arben Skuti, ndërsa bashkëshorti Elda Ibro Solsi Ibro humbi jetën në korrik 2024. Hetimet tregojnë se 16 pandehurit dhe 4 shoqëri tregtare operonin në të njëjtin ambient, përdornin të njëjtin sistem kompjuterik dhe ndanin burime financiare e njerëzore, duke e prezantuar aktivitetin si mbledhje kredie, por me qëllim përfitim të paligjshëm në dëm të qytetarëve. Banorët e Rjollit në Velipoj po kundërshtojnë ndërtimin e resortit të Bashkim Ulajt, duke pretenduar se punimet zhvillohen në tokat e tyre. Konflikti ka sjellë përplasje fizike me efektivët, ku disa banorë u plagosën dhe 2 prej tyre u dërguan në spital. Gjykata e Apelit njohu së fundmi të drejtën e pronësisë për familjen Malaj mbi 20.700 m2 në zonë, duke krijuar pritshmëri për shqyrtimin e parcelës ku po ndërtohet resorti. Banorët akuzojnë ish drejtorin e kadastrës Fatmir Shpellzaj për falsifikim dokumentesh në pretendimin e pronësisë. Projekti i zhvilluar nga shoqëria Aba Blue Borgo parashikon 33 struktura akomoduese dhe shërbimi mbi 146 hektar me objekte nga 3 deri në 10 kate dhe një kat nën tokë. Punimet nisën në fillim të shkurtit, duke tensionuar marrëdhëniet mes banorëve dhe investitorit. Këtë të premte u hodh shorti për gjyqtarët që do të shqyrtojnë dosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Gjyqtarja kryesuese do të jetë Ngjollushe Tahiri, ndërsa 2 gjyqtarët e tjerë janë Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. Më 9 shkurt, gjykata e posaçme vendosi të kalojë për gjykim dosjen në ngarkim të Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoza, si edhe 28 personave dhe shoqërive të përfshira në të. Kryebashkiaku ishte arrestuar më 10 shkurt 2025, ndërsa SPAK dërgoi kërkesën për gjykim 5 muaj më parë. Veliajt i ngarkohen 13 akuza për fshirë korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Sipas SPAK-ut, ai ka marrë përfitimet pa rregullta nga kompani që kanë përfituar leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia Tiranë. Bashkëshortja Xoza akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Biznesmenët e përfshirë akuzohen për korrupsion aktiv ndaj funksionarëve, fshehje të ardhurave dhe pastrim parash. Ish deputetja socialiste Klotilda Bushka akuzohet për pengim të zbulimit të së vërtetës, ndërsa Fatjon Baci, gardiani i burgut të Durrësit, përfutje ose mbajtje të sendeve të ndaluara gjatë transferimit. SPA ka dorëzuar pretencën për 23 pandehurit në çështjen e Universitetit Bujqësor të Tiranës, të cilët u gjykuan me procedurë të shkurtuar. Në total, prokurori Dritan Prençi ka kërkuar 34 vite e 6 muaj burg për grupin. 5 të tjerë po përballen me gjykimin në procedurë të zakonshme në një proces të veçuar. Dënimet e propozuara variojnë. Disa prej pandehurve, si Edmond Tërthorja, Amaril Dolleshi, Serafin Skënderi dhe Altin Murto, janë propozuar me 3 vite burg secili, me ulje të 1/3 dhe heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Të tjerët kanë dënime më të lehta, shpesh pezullime ose konvertime në shërbim prove për periudha deri 24 mujore. Akuzat lidhen me 9 procedura tenderimit të zhvilluara fiktivisht në vitin 2022 me vlerë totale rreth 90 milion lekë, duke e përfshirë zyrtar të lartë të Universitetit Bujqësor dhe biznesmen për shkeljet barazisë në tender, korrupsion dhe shpërdorim detyre. Gjykata e posaçme ka caktuar 18 marsin për seancën e radhës, ku do të paraqiten mbrojtjet e të pandehurve pas së cilës pritet shpallja e vendimit.
Shoqëria civile në qarkun Korç ka reaguar pas problemeve me aksin kombëtar Librazh Prenjas, një lidhje kyçe mes Juglindjes dhe Tiranës që tashmë është e paralizuar. Sipas tyre, situata ka penguar lëvizjen e qytetarëve, rritur kostot e transportit dhe vështirësuar aktivitetin e bizneseve, veçanërisht në turizëm, transport dhe tregti. Devijimi i trafikut në rrugë alternative ka shtuar rrezikun për aksidente për shkak të infrastrukturës jo të përshtatshme. Një problem shtesë lidhet me furnizimin me karburant, pasi kamionët e transportit të naftës do të detyrohen të kalojnë përmes Kosovës, gjë që mund të rrisë çmimet në tregun vendas. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar me plane të qarta për stabilizimin e zonës, rikthimin e qarkullimit dhe mbështetje për bizneset dhe qytetarët. Përfaqësuesit e shoqërisë civile paralajmërojnë protestë ditën e hënë për aksin kombëtar Librazh Prenjas. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u deklarua i pafajshëm për aktakuzën e dytë para gjykatës së Hagës së bashku me Bashkim Smakajn, Fadil Fazliun, Isni Kilajn dhe Hayreddin Kuçin. Aktakuza lidhet me ndërhyrje në drejtësi dhe veprime që përbëjnë krime lufte, krime kundër njerëzimit gjatë periudhës mars 98 shtator 99 në Kosovë dhe veri të Shqipërisë. Prokuroria Kimberly West kërkoi 45 vite burg për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin, duke theksuar se krimet janë të rënda dhe nuk kanë humbur peshën me kalimin e kohës. Akuzat përfshin ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur, vrasje të palishme, burgosje, zhdukje me forcë dhe përndjekje. Ndërkohë, në seancën e sotme përpara trupit gjykues, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u deklarua plotësisht i pafajshëm për aktakuzën e dytë. Pas përfundimit të deklaratave, çështja kalon te trupi gjykues, i cili ka 3 muaj kohë për të marrë vendimin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka hedhur poshtë pretendimet e ish-diplomatit Nebojša Vujović, sipas të cilit SBA-t po detyrojnë Serbinë të njohin pavarësinë e Kosovës për të mbajtur Vučićin në pushtet. Vučić thotë se takimi i ministrit të jashtëm serb me sekretarin amerikan Marco Rubio ishte krejt rastësor dhe se Serbia nuk ka plane për njohjen e Kosovës. Kosova është Serbi, ishte dhe do të jetë, deklaroi ai. Ana tjetër, ish-diplomati Vujović argumentoi se vizita e gjurit në Washington kishte për qëllim të paraqiste një marrëveshje sekrete detyruese për njohjen e Kosovës që do t'i siguronte sukses Trumpit dhe vononte sanksionet amerikane ndaj Vučićit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një intervistë për Sky News deklaron gatishmërinë që të ulet në tryezë me Vladimir Putin duke bërë çdo përpjekje për arritjen e paqes. Ai thekson se SBA-t kanë kapacitet real për të ndikuar mbi Kremlinin dhe kërkon ashpërsim të sanksioneve, përfshir masa ndaj familjarëve të elitës ruse, si edhe furnizim të Ukrainës me sisteme më të avancuara armatimi. Zelensky përmend një dritare mundësie për bisedime serioze deri në zgjedhjet e mesme amerikane në nëntor dhe paralajmëron se dorëzimi i qyteteve të fortifikuara është vije kuqe, duke e konsideruar mbrojtjen e tyre thelbësore për jetën e 200.000 banorëve. Ai u shpreh i rezervuar për të folur mbi rimarrjen e të gjitha territoreve, duke theksuar se një ofensivë e tillë do të kishte kosto të lartë njerëzore, por vuri në dukje se Rusia nuk pa arrin të avancojë në terren duke mos sjell fitore për Kremlinin. Për marrëdhëniet me presidentin Trump, Zelensky tha se janë jo të thjeshta, por partneriteti midis Ukrainës dhe SBA-ve mbetet i qëndrueshëm dhe shkon për te individëve. Këshilltarët e lartë të presidentit amerikan Donald Trump preferojnë që Izraeli të ndërmarrë një sulm kundër Iranit përpara çdo veprimi direkt nga SBA-t, duke llogaritur se një kundërpërgjigje iraniane mund të forcojë mbështetjen amerikane për përfshirjen eventuale të SBA-ve. Qeveria amerikane shërton kostot politike dhe rreziqet ushtarake, duke përfshirë humbjet potenciale të trupave dhe shterimin e rezervave të municioneve që mund të ndikojnë strategjikisht edhe ndaj Tajvanit. Skenarët në shqyrtim përfshin goditjet kufizuara ndaj objektiveve bërthamor dhe infrastrukturës raketore iraniane, deri te operacione më të gjëra, përfshirë edhe goditje me prirje koke ndaj udhëheqësit suprem Ali Khamenei, megjithse pasardhësi është i parashikuar nga sistemi iranian. Administrata po shqyrton gjithashtu mundësinë e një operacioni të përbashkët SBA-Izrael, duke marrë parasysh rrezikun e kundërpërgjigjeve asimetrike dhe goditjeve ndaj personelit dhe objekteve amerikane në rajon dhe Europë. Trump dhe ekipi i tij kanë dislokuar grupe sulmi, avion luftarak dhe pajisje mbikëqyrje në lindjen e mesme, duke krijuar prezencën më të madhe ushtarake që nga pushtimi i Irakut në 2003. Ndërkohë, qeveria iraniane vazhdon të insistojë se programi bërthamor ka qëllime paqësore, ndërsa ligjvënësit amerikan monitorojnë situatën duke shqyrtuar prova për përpjekjet e Iranit për të rinisur pasurimin e uraniumit.
Në orët e para të mëngjesit, Pakistani sulmoi Kabulin dhe provincat Paktia e Kandahar si hakmarrje për bombardimet afgane dhe pozicioneve të tij kufitare. Autoritetet pakistaneze raportuan mbi 130 të vrarë dhe mbi 200 të plagosur midis talebanëve. Shpërthimet dhe breshëritë e armëve tronditën kryeqytetin afgan, ndërsa Kombet e Bashkuara kërkuan respektimin e ligjit humanitar dhe mbrojtjen e civilëve. Forcat ushtarake të Pakistanit janë shumë më të fuqishme, rreth 660.000 trupa aktiv, avion F-16 dhe F-17, marinë dhe forca ajrore të avancuar. Në anën tjetër, talebanët kanë më pak se 200.000 luftëtar, pa forca ajrore funksionale dhe me armatim të kufizuar. Analistët paralajmërojnë për rrezikun e përshkallëzimit dhe destabilizimit të rajonit, duke sugjeruar rifillimin e negociatave me ndërmjetësimin e Turqisë, Katarit dhe Arabisë Saudite. Legjenda e muzikës italiane Adriano Celentano ka shprehur publikisht mbështetjen e tij për Ermal Metën në garën e Sanremos. Celentano e konsideron këngën e Metës, Stella Stellina, një kandidat të fortë për fitore, duke e përshkruar si të mrekullueshme dhe të ndjerë. Kënga e kantautorit shqiptar i dedikohet fëmijëve në Gaza dhe sipas Celentanos, interpretimi i Metës e bën të pamundur të mos fitojë garën. Mesazhi i tij u shpërnda në rrjetet sociale, ku shprehu admirimin për emocionin dhe profesionalizmin e Metës. Ky vlerësim nga një ikonë e muzikës italiane i shton presion dhe entuziazëm performancës së Ermal Metës në festivalin prestigjioz Sanremo 2026. Shorti i fazës së 1/16 të UEFA Champions League ka vendosur përballjet kryesore të fazës së eliminimit. Dueli më i pritur është mes Real Madrid dhe Manchester City, një sfidë që ka shënuar klasikan europiane vitet e fundit. 8 skuadra u kualifikuan direkt: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon dhe Manchester City. Nga faza play-off u kaluan Atalanta, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real, Newcastle, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dhe Bodo Glimt. Paris Saint-Germain do të përballet me Chelsea, Galatasaray me Liverpoolin, Atalanta me Bayernin, ndërsa Barcelona ndeshet me Newcastle-in. Bodo Glimt synon të vazhdojë surprizën ndaj Sporting Lisbonës. Takimet e para zhvillohen më 10 dhe 11 mars, ndërsa kthimi më 17 dhe 18 mars. Kjo fazë hap rrugën për 2 gjysmëfinalet dhe më pas finalen e madhe të Champions League.